Disa debate nuk lën pas vetëm zhurmë, por mbeten si një peshë e rëndë mbi shpirtin. I tillë ishte edhe ai mes meje dhe nënës time, një mosmarrveshje që u përshkallëzua shpejt në zëra të lartë dhe fjalë të nxituara. Në dorë mbaja disa fletë studimi, i hodha mbi tavolinë dhe u tërhoqa në dhomën time. Vendosa kokën në jastëk, siç bëj gjithmonë kur mendimet më rëndojnë. Gjumi, për mua, ka qenë shpesh streha më e sigurt nga trazirat e brendshme. Të nesërmen, pasi dola nga universiteti, qëndrova për pak qaste te porta. Ishte ai momenti heshtur mes ikjes dhe kthimit, kur njeriu e kupton se krenaria shpesh na ndan më shumë se sa e vërteta. Nxora telefonin dhe i shkrova nënës një mesazh, më shumë si lutje se sa si fjalë. Nëna ime e dashur, kam dëgjuar se shputa e këmbës është më e butë dhe më e lëmuar se pjesa e sipërme. A do të më lejosh t'i puth këmbët e tua? Kur u ktheva në shtëpi dhe hapa derën, e gjeta nënën duke më pritur në dhomën e ndenjës. Lotët i rridhnin ngadalë në përfytyrë, pa zë, pa dram, vetëm një dhimbje e qetë. Më pa gjatë dhe tha: "Jo, nuk do të lejoj të mi puthësh këmbët." Pastaj, pas një pauze që dukej se mbante brenda gjithë vitet tona bashk, shtoi: "Por ajo që the është e vërtetë. Këtë e kam mësuar vetë kur ishe i vogël, kur t'i puthja këmbët e tua, si shputat, ashtu edhe pjesën e sipërme." Në atë çast, syt mu mbushën me lot. E kuptova se dashuria e prindit është një përullësi e heshtur që nuk kërkon kthim, por lëgjurmë të përhershme. Prindrit nuk janë të përjetshëm. Ata largohen një ditë me urdhër të Zotit. Prandaj, duaj pa kursim, respektoj pa vonesë, sepse një ditë gjithçka që mbetet është kujtimi i asaj që nuk tham në kohë.